Ju Gerta, së pari nisi me takimin zhvilluar në kryeministrimin Auland Ballën edhe zëvendës kryeministren, çfarë është diskutuar, çfarë ke mundur të mësosh ti? Po Fabiola, kryeministri Rama ka vijuar edhe ditën e sotme takimin me të tijët ku mëngjesin e sotëm. Kryesocialisti është takuar me kreun e grupit parlamentar Auland Balla në kryeministri. ABC News ka arritur të mësojë se në këtë takim kanë qenë gjithashtu të pranishëm edhe zëvendës kryeministri Albana Koçiu, ministri i shtetit për pushtetin vendor Ervin Demo dhe ministrja e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Eriona Ismaili. Takimi vjen një ditë pas prezantimit të referendumit, ndërsa mësohet se fokusi i këtij takimi ka qenë strategjia e komunikimit me qytetarët. Ndërkohë që për pak minutash në vilën 30 në zonën e Isht Bllokut, kryeministri Rama ka thirrur momentalisht ministren e ekonomisë Delina Ibrahimaj dhe institucionet vartëse të saj në kuadër të takimeve që ka zhvilluar që për javën e kaluar në fakt me ministrit përkatëse. Javën e kaluar ka zhvilluar takim me ministrin e infrastrukturës, ndërsa ditën e djeshme ka pasur takim me ministrin e brendshëm Damallari dhe ministrin e drejtësisë Gogu. Ndërkohë që mësohet që epiqendra e takimit të sotëm ka të bëjë me punën e kryer në çdo sektor dhe fokuset për çështjen e së ardhmes. Ku në fakt Fabiola, ekonomia mbetet një prej sektorëve më delikat, duke pasur parasysh edhe zhvillimet në lindjen e mesme dhe ndikimin e tyre në çmimet në vendin tonë, dhe vjen pak kohë pas miratimit të bordit të transparencës, e cila ka për qëllim monitorimin e tregut dhe shmangjen e abuzimeve. E kuptoj. Mirë, Ju Gerta, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë.